Një grup I organizuar I përfshirë në shpërndarjen e kokainës së klasit A në Britani është çmontuar pas një hetimi të zgjatur, ndërsa 8 anëtar të tij kanë marrë dënime nga gjykata. Autoritetet identifikuan një aktivitet të vazhdueshëm dhe të organizuar, ku furnizimi me drogë kryhej në mënyrë të rregullt në zonën e Milton Keynes. Hetimi tregoi se rrjeti funksiononte me role të ndara dhe koordinim të qëndrueshëm, duke realizuar shpërndarje të shpeshta çdo muaj. Gjatë periudhës prill 2022 deri në nëntor 2023, grupi drejtoi disa linja shpërndarjeje duke furnizuar komunitete të ndryshme me kokainë në mënyrë sistematike. Struktura e operacionit përfshinte organizim të brendshëm dhe qarkullim të vazhdueshëm të ardhurave. Policia e Thames Valley ndërtoi gradualisht provat përmes ndjekjes së aktivitetit dhe lidhjes së personave të dyshuar. Ndërhyrja e parë u krye në korrik 2023, kur u arrestuan 6 persona. Gjatë kontrollit, oficerët sekuestruan 1.5 kg kokainë, pajisje të lidhura me përdorimin e drogës dhe rreth 10.000 pound para të gatshme. Operacioni vijoi me një aksion të dytë më 21 nëntor 2023, ku u arrestuan edhe 8 persona të tjerë. Në këtë fazë, policia gjeti 500 gram kokainë dhe rreth 50.000 pound. Hetimi zbuloi një rrjet të vetëm I cili u godit në 2 faza të ndara deri në shpërbërjen e plot. Në gjykatën e kurorës në Southwark, dënimet reflektuan rolin edhe përfshirjen e secilit. Zeqir Pisli, I konsideruar si drejtuesi kryesor, u dënua me 13 vjet e 8 muaj burg. Dënimet të tjera përfshin: Mevlan Pisli 4 vjet e 2 muaj, Festim Pisli 10 vjet e 3 muaj, Laers Katana 5 vjet e 7 muaj, Arnaldo Dedja 5 vjet e 8 muaj, Selita Burim 5 vjet e 7 muaj, Josef Perzefi 3 vjet dhe Leon Siocara 3 vjet. Autoritetet kanë dhënë më herët edhe dënime për persona të tjerë të lidhur me të njëjtin rrjet, duke rritur numrin total të përfshirëve. Sipas hetuesve, aktiviteti I grupit ndikoi drejt për drejt në komunitet përmes përhapjes së varësisë dhe rritjes së problematikave të lidhura me drogën. Operacioni është mbyllur ndërsa strukturat e përfshira janë shpërbërë.